të fillosh detyrën duke shkelmuar kushtetutën, duke përjashtuar të gjitha hapësirat e përcaktuara nga kushtetuta, damkos në mënyrë përfundimtare veten tënde. Tregon se nuk je gjë tjetër, vetëm një sekretar mjeran i kreut organizatës kriminale të Shqipërisë që ka emrin Edi Rama. Shkelmimi i kushtetutës është shkelmim i vullnetit qytetarëve shqiptar të gjithë spektrit. Shkelmimi i kushtetutës është një puç që i bëhet librit të shtetit. Vetëm e vetëm se ju doni me shpejtësi të lani duar si Pons Pilati pas krimit që kryeni.